Pas muajve denoncime të vazhdueshme mbi mungesën e ilaçeve, pajisjeve dhe trajtimeve jetike në Spitalin Onkologjik, gazetari Osman Stafa është bërë objekt kërcënimesh të rënda me qëllim intimidimin dhe ndalimin e investigimeve të tij. Një mesazh i ardhur nga një adresë anonime në rrjetet sociale me gjuhë banale, fyese dhe haptazi kërcënuese i kërkon që të mos paraqitet më në ambientet e onkologjikut dhe të ndërpres çdo raportim lidhur me korrupsionin dhe abuzimet që prekin pacientët më të pambrojtur të vendit. Menjëherë pas marrjes së kërcënimit, gazetari Stafa ka depozituar kallëzim penal në Policinë e Shtetit, duke e klasifikuar rastin si kërcënim për shkak të detyrës. Strukturat hetimore kanë nisur procedurat për identifikimin e autorit dhe për të zbuluar se kush fshihet pas adresës anonime që tenton të ndalojë zërin e gazetarëve apo medias. Por pavarësisht presioneve dhe sulmeve personale, gazetari deklaron se nuk do të tërhiqet. Ai thekson se do të vijojë të hedhë dritë mbi abuzimet në onkologjik, duke nënvizuar se kërcënimet nuk do ta pengojnë të zbulojë të vërtetën dhe të mbrojë të drejtën e pacientëve për trajtim dinjitoz. Kjo është një betejë që lidhet me jetën e njerëzve, thot ai, duke bërë të qartë se nuk do të hesht prej kohësh tashmë. Ka dalë në pa një situatë alarmante në Spitalin Onkologjik, ku janë ekspozuar mangësi të rënda që prekin drejt për drejt jetën e pacientëve me tumore. Ndër denoncimet më të rëndësishme janë mungesa e brakiterapisë, një trajtimi domosdoshëm për gratë me kancer ginekologjik, si dhe mungesa e peskanit, pajisje diagnostikuese thelbësore që pacientët detyrohen ta kërkojnë tek privatët me shpenzime të papërballueshme. Po ashtu Stafa ka raportuar për mungesat kronike të ilaçeve për kimioterapi, që i detyron pacientët të blejnë vetë barna që në teori duhet i sigurojë shteti. Një prej denoncimeve më të rënda ka qenë dhe trafikimi biopsive nga sektori publik drejt klinikave private, një praktikë e rrezikshme dhe abuzive që favorizon korrupsionin dhe dëmton rënd diagnostikimin e pacientëve.